A jemi gati? Spremni? Okej. Po, të nderuar qytetarë, të nderuar gazetarë, të nderuar përfaqësues të mediave. Po shpallem rezultatet edhe në 3 komuna të tjera. Në komunën e Gostivarit, pa balotazh, që në raundin e parë, me një diferencë të thellë, 6-1, që sonte kryetar i ardhshëm i komunës së Gostivarit është kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, zoti Valbon Limani. Në 2 komuna të tjera, në komunën e Kërçovës dhe në komunën e Strugës, kandidatët tanë shkojnë në balotazh kundrejt 2 kandidatëve të VMRO DPMN-s në këto komuna. Në Kërçovë, Fatmir Dehari shkon në balotazh me kandidatin e VMRO-s Jovanovski, ndërsa në komunën e Strugës, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim me epërsi shkon në balotazh me kandidatin e VMRO DPMN-s zotin Mendy Qyra. Për momentin, këta janë 3 komune, këta janë 3 rezultatet të cilat po i ndajmë me opinionin. Në vazhdim, do të ndajmë edhe rezultatet të tjera posa të vinë. Znači, po qituvani građani, po qituvani novinari, po qituvani predstavnici na mediumit. Kes podeluame rezultati uštevo 3 opštini za gradonačelnici. Uštevo prvi od Kruk je zatvorena големата победа на господинот Валбон Лимани во општината Гостивар со една длабока разлика, 6:1, наспроти кандидатот на Вреди. Исто така, во 2 други општини, во општина Кичево и во општина Струга, нашите кандидати влегуваат во втор круг, и тоа со против кандидати од редовите на ВМРО ДПМН. И тоа во Кичево, Фатмир Дehari е во втор круг, заедно со господинот Јовановски од ВМРО ДПМН, и во Струга нашиот кандидат Арсим Далипи оди во втор круг, заедно со кандидатот на ВМРО ДПМН, господинот Менdy Qyra. И сега ме информираат нашите соработници дека за прв пат е пишана историја. Во Чавшка ќе имаме градоначалник од редовите на Националната алијанса за интеграција. Деташ, посамо нјофтуван баш конторот, баш партијакот, në квадрат коалиционит, në Чавшк është të shkruar historia. Për herë të parë, një shqiptar do e drejtoj komunën e Çashkës dhe që sonte kryetar është Suat Shakiri. Ju falenderoj.